Në asnjë situatë ku inspektoriati i komunës ka shku dhe ja ka vendosur shiritat një objektit banimit, Prokuroria e Shtetit me shumisht i mburg inspektorët të cilët nuk po e kryjnë punën e tyre. Që të ndërtohet një objekt, prona ku ndërtohet duhet të jetë fillimisht e regjistruar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Krishnik Gashi në Kallëzo për Nime ka shpjeguar se si ndodh ndërtimi i një objekti në Kosovë edhe nëse prona nuk është e regjistruar në Agjencinë Kadastrale. Ndërkaq Bir, një javë më parë, prezantoi raportin për të drejtën pronësore, në të cilin ka trajtuar moslegalizimin e pronave. Sipas këtij raporti, më shumë se 350.000 ndërtime janë pa leje në Kosovë. Po në rast se është kontratë për ndërtimin, që është një institucion tjetër tek noteri, atëherë banka ta financon ndërtimin. Mbi këtë bazë, bankat kanë gjetë hapësirë. Banka po ta financon ndërtimin pa e regjistruar katastër. Pa e regjistruar katastër, sepse vlerësohet që ti edhe për me ndërtu shtëpi mundesh me marrë kredi dhe me mujt me vazhdu tutje. Mirë, po për me marrë kredi për me ndërtu shtëpi do të me pas leje të ndërtimit. Dhe kjo është normale. Këta shkojnë marrin leje të ndërtimit, i bojnë kontratat sepse qytetari blerësi i parë konsiderohet si investitori i parë, dhe ai bën një kontratë me ndërtuesin për me ndërtuar një sim banesore, ndërsa banka e financon këtë pjesë të ndërtimit. Kemi dy lloj bashkëpronësisë te këto ndërtesat në bashkëpronësi. Bashkëpronësi quhet edhe bashkëinvestimi, të cilën e krijojnë investitori dhe pronarët, pronari ose pronarët e tokave. Dhe para se me marrë lejen e ndërtimit e bojnë bashkimin e parcelave katastrale, e krijojnë një ngastër ndërtimore, e cila ngastër ndërtimore ka një vijë rregulluese, ka indeksat e shfrytëzaeshmërisë, densitetin, kapacitetin ndërtues, sipërfaqet ndërtuese. Dhe investitori i respekton të gjitha këto norma sipas drejtorisë urbanizmit, se paraqet kërkesë për informat nga plani, paraqet kërkesë për kushtet e ndërtimit, edhe në fund e përgatit projektin për lejen e ndërtimit. Në asnjë situatë ku inspektoriati i komunës ka shku dhe ja ka vendosur shiritat një objektit banimit, dhe ka thonë nuk guxojnë me hyj banorët në këtë objekt nëse bëhet pranimi certifikatin e përdorimit. Certifikata e përdorimit. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Kjo është një neglizhencë totale e inspektoriateve të ndërtimit në krejt komunat e Kosovës, dhe kjo po na ndodh edhe me objektet të sot. Te komuna s'ka ndodhur. Për shka ministria, kur si bën i punë komuna, a duhet me shku inspektorati i Ministrisë Mjedisit? Unë besoj që ish dashur me pas intervenent. Pe kuptoj që komuna se ka po e them këto që duhet me pas. Por ndryshe i kena ftu komunat në debat, po s'kan ardhur. Në situatat kur niveli qendror e vren abuzimin masiv i cili po ndodh në nivelin lokal, atëherë duhet me intervenu me mekanizma. Ose inspektoriati i Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor me bloku këto ndërtime, ose Prokuroria e Shtetit me shumisht i mburg inspektorët të cilët nuk po e kryjnë punën e tyre. Raporti i BIN Kosova për të drejtat pronësore është realizuar me mbështetjen e Bankës Botërore në kuadër të projektit PIAKOS, të zbatuar nga ATRC.